kundrejt protestuesve që ishin tërësisht paqësor. Shohim dhe këtë pankart, 31 ditë, Rama poston, Balluku shijon, populli proteston. Pse keni zgjedhur këtë pankart, zotri? Ja sigur në lexon ashtu është. Ai po e shijon, na po protestojmë. Kjo është gjithçka. Këtu ka marrë fund gjithçka. Nga kjo qeveri nuk presim asnjë gjë të mirë. Çdo gjë që del kundra popullit. Edhe parlamenti kur mbledh sot kundra popullit, si PD, si PS. Këtu e vetmja shpresë është o të largohemi gjithë për këtu, ose të i bëjmë ballë në nuk ka rrugë tjetër. Dile shif ku do me pa në Tiranë pa ujë. Dritat herë i shkpusin herë i bin kur duan ato si duan ato. Nuk shkon kështu, nuk ka taksat po i paguajmë. Taksat i paguajmë gjithmonë. Ku është problemi? Problemi është kë pushteti. Ma shumë pushtet, populli në varfëri. Nuk shkon më. Ka erdhur një moment që nuk duron më ky popull. Këto do ikin gjithë për këtu, ose do rrim no, e do largon ato nga parlamenti. Na s'la dy ikë, ka me ikë, na me ne këtu ikat ja. Me ikat ja. Qëp, nena kom lehë se thepi ka pankojnë që kejtë për Roma. Nena kom lehë më zotë njëse, ky e ka shkatru vendin. Nuk jena të sigur të mund në gjenë shqiptarë. Baba jem ka luftue, në 49 ka luftue në luftën provokimit e Grekut. Ky, sot jam unë, zoti i pishave jam unë, e shetë atje. Treni, shkon, në Vlorë, 18 vagona, një vagon, naft, ka 65 ton. Çdo ditë, nga Ballë që shkon në Vlorë. Në Vlorë hyp, në Sisterë shkon në Itali. Na kanë nofën 5 lek më orë shtrajt se Kosova. Shqytë përdesh, për së të lië për të një mbrek djerin të me hecë rrugë, të kapet hunë bagaj shpatin se çdu. Nuk, jena shqiptare e nuk jena në ndonë. Greku nuk na ka ta numër rrugës Greqisë, kësë të me hecë mbrek djerin të në. Qërë siguri e ka më mërshë, ku e në djarë në zoti? Pse më ka humit 32 ditë të djarë këto? Ku e në djarë, ku e në fëmin? Të ardhja jonë, ku përfundon me ka shkes? Pushtu si jonë atë një Roma. I gjitha kohrave. Kjo është pushtu si jonë. Ndërkohë pankarta të tjera për Ballukun, populli dhunohet, Balluku nderohet. Është njëra prej pankartave që mbajnë qytetarët, ka patur shumë pankarta dhe shumë kërkesa të protestuesve në këtë protest për të arrestuar ish dhe vendës kryeministren Belinda Balluku, e cila tashmë është edhe nën akuzë nga SPAK. Për korrupsion shohim edhe të tjerë protestues, është mbushur tashmë sheshi Skënderbej me protestues të cilët presin të nisin marshimin e tyre drejt kryeministrisë për të vijuar më pas protestën përpara kryeministrisë, aty ku i pret edhe grupi i protestuesve që tashmë ka shkuar atje, ndërsa të tjerë protestues janë duke pritur në të dy anët e bulevardit dëshmorët e Kombit për t'ju bashkuar kësaj proteste. Po, jemi live. Për çfarë proteston ti sot? T'japi dorëheqjen e Rama. Po pse do që Rama të japi dorëheqjen? Sepse është i korruptum. Dhe ka tradhtu Shqipërinë. Ndërkohë kanë nisur edhe thirrjet, pas pak do të nisi edhe marshimi nga sheshi Skënderbej në drejtim të kryeministrisë, aty ku pritet të mbahet protesta e 31. Ka tashmë më shumë se një muaj që qytetarët shqiptar janë në këtë protestë, e cila nisi për shkak të një incidenti dhune në Zvërnec, ku një qytetar u tërhoi zvarë, më pas kjo protest u zhvendos përpara kryeministrisë dhe u shtuan kërkesa të tjera deri në dorëheqjen e kryeministrit. Tashmë kjo është kërkesa e vetme e protestuesve, dorëheqja e kryeministrit dhe më pas anulimi i ligjeve dhe një reformë rrezgjedhore e cila ju garanton qytetarëve shqiptar që të zgjedhin vetë deputetët që duan t'i përfaqësojnë në kuvend.
E njëjta skenë kanë thënë protestuesit me atë të Zvërnecit.